Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje sa po qesh, sa më erdhi një plumb, është mesazhi. Dhe më besoni, është një plumb që femër, pra do të sjelli bebat e vet dhe është një bekim, ju e dini plumbat janë që sjellin paqe dhe mesazhi i bukurisë jetës. Ndërkohë është një video e mrekullueshme për të cilën është hëna e plot në Vilgjeresh, e cila është në 3 mars dhe quhet hëna e përgjakur. Ndërkohë është eklipsi ose errësira e hënës së plot, sikurse dhe data 3/3 që përfaqëson portën angjëllore. Pra është një hënë speciale, një hënë e dyta në këtë rast e eklipsit në kohën e, pra sidomos të fillimit të pranverës. Ndoshta e keni parë që lulet kanë filluar të çelin dhe është dhe thirrja për ne dhe ne të çelim për të bërë zgjedhjen e bukur, pse shpirti na solli këtu për drejtimin e mrekullisë së jetës, për vete, për rreth dhe për të gjithë universin tonë. Është me të vërtetë një hënë që do të ndjeni disa efekte dhe do të filloj me efektin e parë. Mësoni që duke qenë se është eklipsi i hënës plot, pra errësira e hënës plot, është speciale se është dhe data, pra 3/3 porta angjëllore, hënë e përgjakur, hëna e krimbave, hëna e kështu quhet, hëna e sorave, për të cilën që të gjithë ju mund të ndjeni, pra që është një fazë e ripërtëritjes, e transformimit, e rilindjes, jetë vdekje, ashtu sikurse edhe sorat e kanë këtë, por është dhe më tepër, sorat janë po ashtu mesazh që dërgojnë, pra ju që i shihni, po kështu për jetën dhe vdekjen, pra ikën egua juaj, frika juaj, mistike, pra magjin, në lidhje me magjin, me bukurinë e vërtetësisë së mësimeve të universit, që nuk i kemi dëgjuar më përpara. Ndërkohë është për mençuri, për inteligjencën, për atë që ndjeni intuitën tuaj, pra pak a shumë kjo ka të bëjë me këtë dhe është dhe e përgjakur për arsye njëjtë, e përgjakur sepse dielli, pra rrezet e diellit bien në hënën dhe i krijohet ajo, pra rrezja e saj kuqe dhe duket hëna si e përgjakur. Sigurisht është një hënë, duke qenë se është eklips dhe emocionet janë më të zmadhuara. Ndërkohë, duke qenë se planeti Jupiterit është, pra në një linjë, si thua, të dashur me nënën në këtë rast në Vilgjeresh, është që është entuziast. Por ndërkohë që Jupiteri është entuziast, pra ju bën që të gjithë që të ndjeni që kërkoni keni nevojë për zhvillim ose për të ndjekur drejtimin e asaj ku zemra ju drejton në këtë rast, në lidhje me dëshirën për zgjerim, është Vilgjeresha, pra sepse është hëna e plot në Vilgjeresh dhe eklips, që të gjithë mund të ndjeni që është një pikë ktese, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini ku ndodheni, por që është një pikë ktese, dhe në këtë rast është që ndjehet më pak entuziaste, edhe pse planeti Jupiterit është, pra, është për zgjerimin ton, për fatin ton, prosperitetin ton, për rritjen ton shpirtërore, por sepse është me numrin 3 dhe prandaj është dhe data 3, pra kjo është një lidhje planetit Jupiterit me hënën e plot në Vilgjeresh në datë 3. Ju, duke qenë se Vilgjeresha është elementi tokës dhe
kërkon që të jetë në dy këmbë, pra në këtë jetë, në këtë tokë, këtu është jeta, është që ndjehet më pak entuziaste për ju, në lidhje me atë çfarë Jupiteri, pra ajo që vjen ndjehet në brendësi për të ndjekur, pra në rritjen tuaj shpirtërore, atë çfarë shpirti juaj kërkon e tjera. Dhe në këtë rast çfarë ndodh është që ju jeni, pra duke qenë se jemi kthyer në tokë, bëhet që ndoshta kërkoni, pra ashtu si është edhe vetë energjia e Virgjëreshës dhe zona në lidhje me kujdesin për shtëpinë, për një rregull në shtëpinë tuaj nga ana më shumë familjare. Pra t'i kushtoni më shumë familjes përreth vetes tuaj. Ndërkohë, pra shtëpisë tuaj apo me familjen e tjera. Gjithsesi të kuptoni që kjo ditë është data 3, jo vetëm që përfaqëson pra planetin Jupiterin, por është edhe porta angjëllore për të cilën ju që keni pra jeni në vazhdim do të ndjeni që merrni mesazhe për arsye sepse ju ndihmojnë që të vini në fuqinë tuaj dhe ndjej që intuita juaj pra po rritet vazhdimisht. Ajo që bën kjo portë, pra që do të ndjehet, është që ju ndihmon ju që të bëni zgjedhjet e duhura dhe ndërkohë të jeni në një linjë me atë pse shpirti ju solli këtu, pra në lidhje me qëllimin e drejtimit të jetës tuaj. Duke qenë se është eklips, pra errësira e ënës, është me të vërtetë që në anë kërkon, pra do t'ju sjellë emocione të zmadhuara dhe në këtë rast të reflektoni. Dhe një nga reflektimi për të cilën ju do të bëni është tani, sepse keni arritur, pra ju ndihmojni dhe jeni ndihmuar, pra në lidhje çfarë kërkoni të vazhdoni në jetën tuaj. Pra çfarë dëshiron të bëni në këtë jetë, me qëllim që ju të arrini, pra të ndiqni dëshirat e pse shpirti ju solli këtu dhe në lidhje në këtë rast edhe me drejtimin e jetës tuaj. Tjetër shën e dytë është që të gjithë ne do të ngjitemi, pra në këtë rast shenjat e ngjitjes, simptomat e ngjitjes. Dhe që të gjithë ndjemi që në kohën, sidomos në së plot, është që shakrat tona janë të hapura. Dhe ajo që ndjeni duke qenë se është dhe në kohën tonë, në këtë tokë ka njërë aq shumë frekuenca të larta të energjive të pastra, të dashurisë, pa kushte, të dritës, të mençurisë, me të vërtetësisë së jetës, për të jetuar në bollëk, sepse ky univers është me bollëk. Çfarë ndodh? Ju që jeni dhe duke ndjekur dhe këto video, është shpirti juaj ju drejton se ju rezoroni dhe ajo që ndjeni është që merrni, pra ju merrni një rritje më të shpejtë në krahasim me kohët më përpara, sepse çdo vit futen frekuenca të larta që ndikojnë në këtë kohë. Tranzicioni në njërin anë janë njerëzit që flen gjumë, pra shënim, mund të jenë në familjen tuaj, por gjithsesi të kuptoni që në tranzicion midis botës së vjetër dhe botës së re, dhe në këtë rast ju jeni në rrugëtimin duke ndjekur pra shpirtin tuaj, sepse shpirti zgjodhi të vazhdoni që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe në këtë rast dridhjet tuaja duke ndjekur shpirtin janë më të larta, pra jeni lidhur me energjinë, prandaj jeni këtu. Dhe çfarë do të ndjeni në çdo të plot, por kjo është më e fuqishme sepse është eklipsi që ndodhin 2 në kohën të pranverës dhe 2 në kohën e vjeshtës, por të kuptoni që pra mbas 6 muaj, por të kuptoni që ajo që është pra me eklipset janë pikëthese dhe si në tokë, pra natyra në natyrë fillon tani, ose i keni bërë që lulet shelin, është edhe me jetën tonë, pra ka një frymëzim
Dhe në këtë rast do të ndjehet që keni shakrat e hapura dhe do të ndjehet gjumi i dobët, simptoma si të gripit, marramendje, dhimbje koke, pulsime të zemrës, pra në brendësi, simptoma në brendësi të trupit tuaj, për atë që të gjithë jeni unik në lidhje dhe me rrajet e zemrës, pra ashtu sikurse edhe pra ato i ndini energjit që veprojnë në brendësi dhe me zemrën tuaj, sidomos ju që jeni të ndiqni rrugën e shpirtit dhe ndjeni që keni pra një proces të vështirë, një proces emocional, një proces me të vërtet të prekshëm, intensiv, dhe kjo ka të bëjë shumë me flakën binjake. Pra që të gjithë jeni unik, që të gjithë varet si jeni, por gjithsesi do të kuptoni që janë emocione që ju dalin, pra dhe në këtë rast janë simptomat që do të ndjeni. Mësoni që të gjitha këto që ndjehet është në njërin anë jeni në rritjen tuaj, në krahun tjetër, pra intuita juaj po rritet, është edhe porta angjëllore 3-3 që ju ndihmon në këtë të merrni mesazh, por ajo që mund të ndjeni është që duke qenë se i keni këto simptoma, këtë rritje të ndoshta ndjeni që në lidhje ka një ndikim në lidhje me botën e jashtme. Pra ndjehet pak a shumë si jo e këndshme. Pra kjo për arsye se ndoshta akoma nuk jeni tërësisht në dy këmbët tuaja në tokë, edhe pse Vilgjeresha është për atë që thot unë analizoj dhe në këtë rast në lidhje me shtëpinë tuaj, për rregullin e shtëpi edhe për t'i dhënë më shumë nga ana e pra familjare, më shumë familjare. Ndërkohë shenja tjetër është që ju kërkohet çfarë dëshironi në të vërtetë në me veten tuaj, në jetën tuaj. Duke qenë se është nyja veriore, sepse ne jemi në këtë kohë është në dielli është në shenjën e peshqve, dhe ne jemi në nyjen veriore të peshqve deri në korrik të këtij viti. Dhe më pas do të vi nyja veriore që do të kalojë në shenjën e ujorit dhe jugore në shenjën e luanit. Por tani jemi akoma në nyjen veriore dhe ëna është përballë pra diellit, peshqive, dhe ajo që kërkon kjo nyje veriore, ju jeni bërë të ditur se po vazhdon procesi, është që rëndësia primare i jepet, duhet pra në të arrim në paqen e brendshme. Pra është ajo që duke qenë se është në shenjën e Vilgjeresës, është okay që ne të gjithë, pra se Vilgjeresha kërkon pra që të krijohet të kemi rregull në lidhje me jetën e përditshme, pra edhe ndjehet primare se në fundit ne jetojmë këtu, në lidhje me shëndetin, në lidhje me detyrimet, në lidhje me shërbimet që kemi ndaj të tretëve, apo në lidhje me punën e përditshme të tjera, pra me jetesën e përditshme që jepet, pra është ana që të gjithë ne japim një prioritet. Por kjo nyje veriore në peshqit kërkon që ne më e rëndësishme është të arrim në paqen e brendshme. Dhe ajo që ju keni bërë një punë, pra jeni në këto moment, ndoshta është që për një pjesë ka ju ndjehet dëshira që të arrini, të mos rrini më në ëndra apo në fantazi, por të filloni të bëni pra çfarë dëshironi në këtë jetë. Dhe ndërkohë që ju dëshironi atë që shpirti juaj ju drejton, ju thirri, është që vjen pra ndjehet që keni një lloj ndjenje të inferioritetit tuaj, pra që nuk arrini, ose më saktë është ndjeni që doni të rrini në zonën e ratis. Dhe këtu shënim për të gjithë ju. Në qoftë se ju ndjeni se ne ndihmojmë dhe ju ndjeni që keni arritur, është që kur nuk do të arrihet ajo që shpirti juaj ju solli këtu, për atë çfarë ju solli shpirti këtu, në qoftë se ju do të ktheheni në zonën e ratis.
Gjithsesi askush nuk ju prek lirin, por qofse ju ndjeni inferior, kjo ju bën që ju të rrini në zonë të reatisë. Pra nuk po e vazhdoni që shpirti është me të vërtet kërkon rritje, zhvillim dhe ajo që ju keni bërë deri tani punë dhe është dëshira që pra e ndjeni dëshirën e shpirtit tuaj. E ndjeni që jeni në një paqe, por nuk arrini të vazhdoni, është që me të vërtet keni akoma pra varësi edhe në këtë rast ndjeni inferior. Tjetër është për një pjesë nga ju, intuita juaj shërritur, sepse keni bërë punë me shpirtin tuaj, intuita ju e shërritur dhe ju tregon ju që ju jeni, pra filloni, bëni diçka apasapi. Po përsëri ju ndjeni që edhe kjo nuk ju ndihmon që të arrini në dëshirat e zemrës të shpirtit tuaj. Por është dhe një pjesë tjetër që ju e vazhdoni e ndiqni këtë rrugë dhe është pra ndiqni shpirtin dhe shpirti nuk kërkon më të rri në rolin viktim, por kërkon të arrini në kënaqësinë, në gëzimin tuaj sepse e ndjeni që zemra juaj ju thret dhe ajo që në këtë kohë është që ju pra keni një rritje dhe në këtë rast kërkoni të shprehni atë që ju kërkoni, pra që jeni si krijues, pra ta shprehni atë që vjen nga brendësia e shpirtit tuaj. Për një pjesë nga ju ndoshta është që kërkoni të ndihmoni të tjerët, ashtu sikurse është dhe tjetra që ju keni ndjeni që keni aftësi psikike, pra dhunti, talent apo në lidhje me intuitën tuaj, pra atë që ku ju drejton zemra juaj dhe ajo që ndjehet kërkoni që këto aftësi, këto vërtetësi të mësimeve, edhe pse janë mistike, por që janë të mrekullueshme sepse ju e pranoni tani që roli viktim, roli pa aftësisë, jetës në pavërtetësi na bëri ne që të rrinim pra viktim dhe në këtë rast ju e ndjeni që doni të ndihmoni në evaluimin e qenies njerëzore për të treguar që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe në këtë rast është ajo ndihma në lidhje me zimin shpirtëror, sepse e keni arritur dhe eksperienca juaj apo edhe procesi juaj ju bën që apo dhe ndihmën që ju merrni sepse jeni që të gjithë unik, që e ndjeni ku jeni, ju do të vazhdoni të ndriçoni pra tokën mëm, të nderoni veten tuaj, po dhe tokën mëm që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe në këtë rast ju e ndjeni këtë thirrje që djeg në zemrën tuaj, që djeg është zjarr për të ndihmuar me të vërtet në Zotin ton, në universin ton, sepse ne jemi të lidhur. Ju, unë, që të gjithë ne që e ndjejmë këtë thirrje dhe sa më shumë dhe në këtë rast një dhe si flak binjake, sepse keni zgjedhur, jeni lidhur me zemrën tuaj. Dhe kur ju arrini në dashurinë e vetes tuaj, ju jeni në një jo vetëm dashuri pa kushte, pra dashuria ynore që e kemi që të gjithë në zemër dhe është misioni i shpirtit tuaj pse u solli këtu, po dhe drejtimi jetës ju jeni human, ju ndihmoni dhe në këtë dhe unë e theksoj këtë sepse me të vërtet sa më shumë flak binjake të ketë toka më, aq më e bukur bëhet jeta, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar në dashuri pa kushte, në dëmshuri, si ëngjëj, sepse ne jemi që të gjithë ëngjëj për të hapur zemrën dhe për të lidhur me zemrën dhe për të kujdesur për tokën mëm, se tani për tani këtu është jeta. Pra jo vetëm për veten tonë, por për fëmijët tanë dhe për një për embesa. Gjithsesi ne jemi në tranzicion dhe në një do të shkëputemi nga bota e vjetër, duan apo nuk duan, askujt nuk i preket liria, por ne jemi në rrugën e madhështisë, në rrugën më të rëndësishme për të krijuar botën e qytetarisë, të gjithë kemi të drejtë jetojmë në çdo cep të botës është dhurat, është e krijuar nga krijesa, toka është dhurat, është për të gjithë dhe besimi jon sepse Zoti është pa fe, besimi jon është të hapim zemrën dhe të lidhemi me zemrën dhe kjo na bën që
duke vepruar me zemër, është dashuria pa kushte, është ajo që ne jemi të dhëmshëm për gjithçka, por ne jemi dhe krijues për njëri tjetrin dhe për të ndihmuar njëri tjetrin për të zbukuruar jetën, ku me miliarda pasardhës kam për të ardhur akoma dhe më bukur në vazhdimin e jetës. Ndërkohë është energjia e vigjereshës. Unë do shta flasim që kështu, por është misioni im dhe që të gjithë jeni unik, që të gjithë është e drejta juaj të dëgjoni apo jo, por është një mrekulli të merrni këtë energji optimiste, sepse është bukuria e jetës. Për vete, për rreth dhe për të gjithë ne. Shenja e katërt, energjia e vigjereshës. Është vigjeresha, thot unë analizoj, është praktike, është e thjeshtë dhe kërkon rregullin në shtëpi dhe në këtë rast për më shumë familjare. Duke qenë se jemi në numrin 3, numri 3 dhe në këtë rast tregova që është Jupiteri, edhe pse është energji entuziasme, Jupiteri na bën ne që na frymëzon, është energji, na drejton që të vazhdojmë në fatin, në rrugën e shpirtit ton, të zgjerojmë, të njihemi me këtë mrekulli, me mësimet se ky trup multidimensional, ku flas trupin dhe shpirti on, mban informacionin, mban mençurinë, mban energjinë, duke vazhduar të rikthejmë energjinë në veten tonë, të marrim informacionin, sepse kemi informacion nga paraardhësit tanë dhe jemi të lidhur se shpirti është i përjetshëm, por ndërkohë është dhe mençuria jonë, sepse kemi jetuar në këtë jetë, në shpirti na zgjoi, mbasi mori mësimet e veta, se kështu jemi krijuar. Në lidhje me ndihmën, me mësimin, me krijimin dhe ku jemi sot, dhe ajo që ndjehet më pak entuziast me shenjën e vigjereshës, për arsye sepse vigjeresha është elementi i tokës dhe kërkon që të jetë me dy këmbët në këtë jetë. Kuptoni që ajo që do të ndjeni është duke i dhënë rëndësi familjes tuaj, ndoshta i ndjeni që kërkoni të përzjeni familjen tuaj, edhe ndjeni në shpirt që me partnerin tuaj të bisedosh e tjera dhe të krijosh, të realizosh atë që shpirti në këtë rast kërkon, që të bëhet një familje e përzjer dhe për shembull në lidhje me një fëmijë të ri, apo mund të merrni diçka të re, ose të transferojeni në një vend tjetër për të filluar një fillim të ri, edhe nga ana romantike, edhe nga ana e rregullt për një fillim të ri, me një shtëpi të re, ose doni të udhëtoni në këtë rast me partnerin tuaj romantik, mund të jetë partneri që keni krah, mund të jetë shpirti juaj, varet sipas asaj që jeni e tjera, por gjithsesi ajo që do të ndjeni është që kërkoni një rregull nga ana më tepër familjare, edhe të jeni si një prind i mirë në lidhje me fëmijët tuaj apo në lidhje me partnerin tuaj. Gjithsesi ajo që është më pak entuziasme në krahasim me atë që ju bën planeti Jupiterit, i cili është në shenjën e Gafores dhe është në kthim, dhe që do të thotë që të gjithë ne jemi duke reflektuar, Gaforia kërkon në lidhje me shtëpinë, dhe kjo është që ju do ta ndjeni. Por në përzierje me energjinë e vigjereshës vjen më pak entuziasme, por është ajo që ju kërkoni në lidhje me shtëpinë tuaj, me jetën tuaj private, dhe në këtë rast është që ju mund të ndjeni duke ju kushtuar familjes, duke ju kushtuar më tepër si prind i mirë, si person për vazhduar një marrëdhënie të mirë me partnerin tuaj e të tjera, është që mund të ndjehet me pak frikë, me pak shqetësim, me pak siguri, por gjithsesi ajo që kërkohet është jeni ju tani se si për të arritur këto gjëra, se si do të diskutoni me partnerin tuaj, që dhe ai të jetë në lidhje me këto gjëra që fola deri tani, për të zgjeruar familjen apo për të filluar diçka të re të tjera.
Shenja e pestë është, Vigjeresha ka të bëjë dhe shumë me problemin e të shëndetit, pra kujdeset për shëndetin. Prandaj, çdo lloj problemi që keni në lidhje me shëndetin tuaj, në lidhje edhe me varësit, kërkohet me të vërtet vëmendje dhe kujdes, pra kërkohet vëmendje të jeni me ushqim të shëndetshëm, të filloni të lëvizni trupin, jo vetëm dalje në natyrë, po dhe lëvizje me ushtrime të tjera, me frymëma, pra të vazhdoni të ndihni pra higjienën shpirtërore. Ndërkohë është që mund të vinë emocione që ju dalin në sipërfaqe, që kërkohet me një fjalë të jeni të vëmendshëm për t'i transformuar. Mund të vinë kujdes me varësit, sidomos me modelet shkatërruese, zakone, varësit për të cilat çfarë nuk ju shërben, dërini atje, mos gjykoni, mos kritikoni, çfarë ju shërben, merreni me vete e tjera, pra në lidhje në këtë rast për Vigjereshën, në lidhje me detyrimet që kemi ndaj të tretëve apo me familjen tuaj, që të gjithë pra në këtë rast, dhe ajo që të jeni të vëmendshëm është që kur ju keni bërë një punë të mirë dhe në këtë rast keni arritur me intuitën tuaj, ju mund të përdorni intuitën tuaj për të mësuar shkakun e sëmundjes, pra ose tjetër është të kërkoni ndihmë, nëse ndjeni që ju vijnë këto gjëra dhe kërkoni ndihmë, sigurisht ju e merrni ndihmën, ju nuk jeni vetëm. Lidhuni me trupin tuaj, thrisni angjëjt tuaj, thrisni Zotin, thrisni këtë, thrisni nën. Ku jeni lidhur, si jeni lidhur, dhe sigurisht edhe emrin e Dianës, nëse e ndjeni që rezervoni, por gjithsesi duke ndjekur me të vërtet si ndryshojnë stinat edhe fazat e nënësën, apo edhe vetë nesër, se ju e ndjeni si ishit, ku jeni, pra çdo ditë, ne pavarësisht se kalojmë herë mirë, herë jo mirë, janë të procesit, pra nuk keni pse shqetësojeni. Sa më pak të shqetësojeni, aq më i lehtë është rruga juaj pas sapi. Pra besoni në procesin tuaj, besoni në veten tuaj, dhe në këtë rast është që në qoftë se keni nevojë për ndihmë dhe ndihmën ju e merrni, ashtu sikurse ju është dhe koha që ju do të merrni dhe frymëzim nga porta angjëllore 3 dhe duke qenë se kjo është dhe eklipsi nësë plot, pra errësira e nësë plot në Vigjeresh, është dhe një piktese dhe ju mund të ndjeni se ku ndodheni. Ndërkohë, porta do të hyjë në shenjën e 6, porta angjëllore 3. Ne kaluam para një muaji, ishte porta 2 dhe ka qenë në shenjën e Luani. Dhe Luani është që unë dua udhëheqës, krijues në lidhje me fëmijët, në lidhje me anën romantike të tjera. Pra e keni ndjerë gjatë kësaj kohe, dhe ndërkohë është pra në lidhje me rrethin ton familjar, brenda miqtanë të tjera. Gjithsesi, tani jeni akoma në këtë portë 3 për të cilën është shenja e Vigjereshës, dhe Vigjeresha ka të bëjë me zonën, pra në lidhje me trupin ton, në lidhje me mendjen ton, pra me shëndetin, me detyrimet që kemi në shtëpi, apo dhe me të tretët, apo me jetën e përditshme të punës tonë e tjera. Pra gjithsesi, këto janë që ne i kemi jetën në tokë. Dhe çfarë do të ndjehet, do të vi dhe në prill dhe porta 4 në prill, për të cilën është në shenjën e Akrepit. Po para se të jetë në kjo datë është në shenjën e Akrepit, dhe Akrepin ju e dini që është misterios, pra ka të bëjë me tabut, vdekje, taksa, seksi, apo në lidhje me detyrimet, në lidhje nga ana e financave të tjera, me veten dhe me të tjerët, pra përdorimin e të përbashkët, falni, por është edhe hëna e plot që do të vi, pra muajin që vjen, në datë 2-3, por gjithsesi të kuptoni që është hëna e plot në peshore, për të cilën ju bën ju që i ka të bëjë me marrëdhëniet, dhe në këtë rast do të shiheni akoma dhe më shumë në lidhje me të gjitha marrëdhëniet
qoftë dhe me eksin tuaj, pra në çdo lloj marrëdhënie, pra si keni arritur. Dhe në këtë moment, pra gjithçka bëhet me marrëdhëniet, pra në shtëpi, me njerëzit tanë, apo me miqtë tanë të tjera, apo kudo me kolegë, kudo, pra çfarë do të bëhet? Mbasi të kalohet këto 3 porta, pra e kaluam 2 tani po vjen 3 dhe në prill 4 do të vinë, ju do të ndihmojeni, ju do të jeni në një rrugë akoma dhe më të mrekullueshme, për arsye sepse ne do të përjetojmë rritje të frekuencave të larta të mençurisë së mësimeve, të bukurisë së jetës, të dashurisë pa kushte, të dëmshurisë, të mrekullive, të mirënjohjes e të tjera, dhe kjo është ne sa më shumë do të ndihmohemi, është që do të pra bëhemi që të arrijmë në fuqinë tonë, pra i gjitha bëhet që të jemi në 2 këmbët tona, si sipër si poshtë, si brenda si jashtë. Dhe në këtë rast është që të gjithë do t'ju afrohen shtigje të reja, pra do të hapen dyer, do të ndihmojeni me qëllim që të zgjidhni atë që shpirti juaj ju kënaq, dhe në këtë rast gjatë kësaj kohe dhe në vazhdim sipas asaj që jeni, është një periudhë tranzicioni e një energjie të shpejtë që ne ndihmojmë shumë shpejt për të rritur intuitën tonë dhe për të ndjerë zemrën tonë, pra për të hapur zemrën tonë, për ta ndjerë atë. Dhe në momentin që ju do të ndjeni këto mbas kësaj kohe, çfarë do të arrihet? Ju do të arrini që të keni një rritje shpirtërore, ju do të arrini që të ndihmojeni, që të ndiqni drejtimin e jetës, sepse që të gjithë jemi me një qëllim në këtë tokë, pra është në zemrën tuaj, pra misioni i shpirtit është që ju të vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj, pra të pse ju solli këtu, por ndërkohë në momentin që ju e dini kush jeni, do të ndiqni dhe qëllimin, pra si do të vazhdoni në këtë jetë. Ndërkohë është që të gjithë këto pra frekuencat të larta do të na ndihmojnë ne, pra na bëjnë që të jemi më të frymëzuar, më optimist për të ndjekur apasapi drejtimin e jetës, dhe për këtë një pjesë nga ju mund të kërkoni që të hyni më në thellësi në lidhje me njohurit me veten tonë. Ndoshta një pjesë nga ju kërkoni, e keni arritur dhe tani kërkoni të diskutoni me njerëzit që rezoroni e të tjera, por gjithsesi shënim të përdoni dhe të kryeni atë, jo çdo gjithçka në të njëjtën kohë, por të merrni atë që me të vërtet zemra juaj ndjek, dhe që ta filloni pra hapasapi, pra mos bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe shenja e fundit, pra numri 7, është jeta e dashurisë, e marrëdhënieve dhe ndërkohë përvoja e flakës binjake. Që të gjithë e dini që shpirti binjak është ky trup, ka 2 shpirtra, pra mendjen, ka edhe pjesën e brendshme, pra në këtë rast mendja energjia mashkullore dhe shpirti energjia femërore. Energjia femërore është magnetike të rrejshë, energjia mashkullore është veprim. Pra si do që të jeni, ju nuk do të rrini më me ëndra apo më të tash fantazi, por ju e ndjeni tani që jeni të thirrur që të filloni diçka. Gjithsesi, ju që keni bërë një punë të mrekullueshme dhe ndjeni që keni një përvoj me flakën tuaj, pra me thjesht me zemrën tuaj, është që të gjithë ndoshta i ndjeni që është një proces dhe është i vështirë, nuk mund të gënjej se unë e kam kaluar vetë, është një proces i vështirë, është një proces që ndjet emocionues, shumë emocionues, dhe është një proces që është i prekshëm, por që në të vetvete tregon që ju jeni duke u ngjitur, pra simptomat e ngjitjes dhe ju ndjeni në brendësi të trupit tuaj, kudo në çdo pjesë të trupit tuaj, dhe sigurisht unë nuk do t'ju gënjej atje ku ju dem,
është me të vërtet që është energji e bllokuar, por besoni nëse jeni me të vërtet me flakun tuaj, ju duhet besoni sepse e ndjeni që keni arritur kaq lart dhe gjërat do të çdo gjë do të kaloj. Pra nuk keni pse shqetësoheni, thjesht të vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj, zemrën tuaj, se ju do më shumë. Ndërkohë, çfarë ndodh? Shënim, kujdes, ndoshta ndjehet pak a shumë kaotike. Dhe kjo për arsye se keni akoma ndjeni për shembull ndjenja e inferiorit, je inferioritet, pra edhe kjo mund të bëj për arsye se je pra nga partneri juaj, nga fëmijët, nga ndonjë antar i familjes tuaj, dhe në këtë rast është që nga kjo, sepse je familjare, nga kjo krijohet një lloj fërkimi, pra në një krah që je rritur me veten tënde, është vetja jote e lartë, është ky lloj fërkimi që ndjehet pra në familjen tënde, dhe në qoftë se kjo ndjehet do të thotë që ju e kuptoni akoma që ka çështje karmike në shtëpinë tuaj. Pra duhet që të vazhdoni të krijoni marrëdhënien, pra si ndjehet marrëdhënia ju në këtë rast me fëmijët, me partnerin tuaj apo me antarin tuaj të familjes. Pra në këtë rast jeni të vëmendshëm se ka akoma gjëra karmike. Tjetër, ndoshta në bisedë ju në brendësi me veten tuaj, në bisedan tuaj, ndodh që jeni duke, pra në bisedë, në një krah kërkoni që të lidheni me veten tuaj, në anën tjetër del vetmbrojtja dhe në këtë rast projektoni ke tjetri, që tjetri është gabim, dhe në këtë rast e zëm që ti vetja jote, pra ego jote ose shpirti jot mund të negishtin ke tjetri. Pra, kujdes, në këtë rast do të thotë që nuk ka ekuilibër midis jo vetëm dy energjive që ju bën të hapet zemra, por edhe me flakën tuaj, pra varet që të gjithë pak a shumë proceset janë të zimit, janë pothuajse si rrugëtim, është e njëjtë, vetëm se varet, njëri është për shembull, dikush nga ju mund të jetë me shpirtin binjak, pra ti me veten tënde, me dy energjit, por tjetri e keni arritur dy energjit e tani jeni me zemrën tuaj, pra varet si jeni. Dhe në këtë rast bëhet fjalë kujdes, sepse mund të kritikoj, pra ose ego juaj, vetja juaj kritikon, pra në këtë rast që ka të bëjnë e kritikon veten ose je pa mjaftueshme, gjykon ose dhe të tjerët, pra jeni të vëmendshëm dhe në këtë rast është që ka të bëjë që keni akoma fajin tuaj të paliruar apo dhe inferioritet, pra ndihesh inferior, nuk je në gjendje, nuk je në dy këmbët tua, pra ka akoma të kësaj natyre. Për një pjesë tjetër, për të cilën ju keni bërë një punë të mrekullueshme, ju dëshironi të filloni një jetë romantike të re, dhe kur ju keni arritur të doni veten dhe e zëm që jeni dhe beqare, universi ju hap dyer që ju të gjeni atë që ju rezervoni, pse se ju doni veten tuaj, dhe në këtë rast të krijoni marrëdhënie romantike ashtu si ju jeni vetë. Po kështu edhe për ju që jeni me partner, për të krijuar një marrëdhënien tuaj akoma dhe më të mrekullueshme, dhe në këtë rast ndoshta e merrni partnerin tuaj dhe doni të udhëtoni apo të shkoni në një vend tjetër, të transferoheni tjera, por mund të ketë pengesa, edhe në këtë rast doni e ndjeni që doni të merrni partnerin tuaj, veten tuaj, atë që keni në krah, që të gjithë jeni unik, por ka akoma kufizime. Ndërkohë këto kufizime mund të vinë dhe mund të shfaqen në lidhje keni probleme me shëndetin tuaj, në lidhje me varësit, ndoshta keni akoma varësi, qoftë zakone, qoftë duan, ose varësit ndaj personit, ose pronës e të tjera. Ndërkohë mund të keni në lidhje me borxhet, që të gjitha këto mund të dalin, por jeni të vëmendshëm që t'i adresoni me vërtetësi, duke pyetur shpirtin tuaj. Dhe ndërkohë është ndoshta jeni që jeta ju detyron të rrini, t'i përshtateni fëmijës. Ku janë fëmijët tuaj?
Sigurisht këto gjërat do t'i ndjeni, por jini të vëmendshëm, këshill mos e gjykoni veten ashpër. Përkundrazi vazhdoni ndiqni shpirtin, ndiqni emocionet tuaja apo ndjenjat tuaja, por gjithmonë duke qenë pa nxitim dhe duke i parë në një perspektivë, në një kënd më të gjarë, pra atë për të marrë vendime, nuk keni pse nxitoni. Duke qenë se jemi në këtë datë që po bëjnë shëna me të vërtet Jana po rritet, pra në datë 3 do bëhet në e plot, ka ju në një fazë për të cilën ju jeni, qëndroni në kurs, dhe kur tem në kurs, ndiqeni ku ju drejton shpirti, dhe në këtë rast, fjalët e kësaj derisa të vijë në e plot, për të cilën në e plot kërkon o gjithçka o asgjë, me qëllim që të filloni rrugëtimin, bëhet fjalë për jeni që të gjithë të trajtoni dhe të përballeni me çfarë ju sjell shpirti, pra në këto kohë ashtu sikurse për përmirësimin tuaj dhe për përshtatjen tuaj. Jeni të vëmendshëm, kujdes me qëndrueshmërinë, sidomos me frikën dhe me egon. Jeni të vëmendshëm të ndjeni çfarë shpirti juaj ju sjell, jeni të vëmendshëm çfarë doni të merrni me vete, që është mirë për ju dhe çfarë nuk doni të merrni, pra dhe mbi të gjitha, jeni të durueshëm. Kujtoni ku ishit, ku keni ardhur, dhe në qoftë se ju do ta vazhdoni këtë rrugë, do ta vazhdoni hap pas hapi, pra nuk do të, pra qëndroni në kurs, nuk do të bini në zonë të rehatis, të jeni të sigurt që ju kur nuk do të keni dështim në jetën tuaj. Prandaj gjithçka që kërkohet edhe në këtë kohë është jepni vëmendje, jeni kthyer në shtëpi, kujdes, ndoshta keni qenë të neglizhuar se jeni marrë shumë me shpirtin, riktheheni gjërave, pra rregullin në shtëpi, zakonet për të cilat ju bëjnë që i keni humbur, apo varësitë që me të vërtet kanë vlerë dhe është e këshillueshme për të filluar dhe kjo është pak a shumë video për këtë kohë. Është e vërtet që mua videot më bëjnë të gjata, por të kuptoni një gjë, nëse rezervoni, ju nuk shikoni kohën, dhe video e ardhshme është se si ju të veproni me energjinë dhe zonën e Virgjëreshës, duke ndjekur hap pas hapi fazat e hënës së re, qoftë e re, qoftë e plot, ju të jeni të sigurt që do të arrini në bukurinë e jetës, sepse është koha që të gjithë ne do të hapim zemrën, dhe për të hapur zemrën është lidhja me veten tonë. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.